Mirë se vini në kanalin tonë të trajnimeve Milingona. Në këtë video trajnim do të paraqesim mënyrën e instalimit të një disku Solid State Drive apo SSD në një laptop i cili ka të instaluar vetëm një hard disk drive dhe i cili nuk ka një port të veçantë ku do të mund ta instaloni me lehtësi diskun SSD. Disa nga llojet e reja të laptopëve e kanë një port ku mund të instalohet një SSD pa patur nevojë të hiqet hard disk drive ekzistues. Mirë po ne në rastin tonë do ta kryejmë këtë instalim në rast se nuk e kemi një mundësi të tillë. Qëndroni me ne. Nëse i krahasojmë këto dy lloje diskësh me një krahasim të përgjithshëm, shkurtimisht mund të themi se disku Solid State Drive është më i shpejtë, harxhon më pak energji. Kjo është e rëndësishme sidomos te kompjuterët portativ, si laptop, notebook apo tablet. Nuk shkakton fare zhurmë, sikur që shkakton hard disku, i cili përdor kokën për shkruar dhe lexim. E vetmja e mirë e diskut SSD në krahasim me atë hard disk drive është çmimi. Si teknologji, SSD është më e kushtueshme se hard disk drive. Ne fillimisht e hapim kontejnerin të PC dhe shohim dy diskë logjike, disku C dhe disku D. Nga këtu nuk mund të konkludojmë për numrin e diskëve fizike të instaluara. Për të zbuluar numrin saktë të diskëve të instaluar në këtë kompjuter, ne klikojmë mbi ikonën This PC me tastin sekondar të mouse-it dhe klikojmë mbi menyn Manage. Nga këtu kemi dy mënyra për të zbuluar numrin e saktë të diskëve fizike të instaluar në kompjuterin tonë. Mënyra e parë zgjedhim menyn Device Manager dhe në pjesën e djathtë të dritarës së hapur, nën emrin e kompjuterit tonë, nga lista pajisjeve të paraqitura e hapim listën Disk Drives, nga ku mund të shohim se ne kemi vetëm një disk të instaluar. Mënyra e dytë është nëse klikojmë mbi Disk Management, e cila ndodhet nën menyn Storage, nga ku mund të shihet sa diskë fizike kemi të instaluara. Në rastin tonë shohim vetëm këtë disk të emërtuar Disk 0. Pra, një disk i cili është i ndarë në dy particione, C dhe D. Tani mbyllim të gjitha dritarët e hapura dhe e fikim kompjuterin ashtu që të hapim dhe të instalojmë diskun e ri SSD. E kthejmë laptopin tonë në anën tjetër. Fillimisht ja heqim baterinë. E hapim atë duke i hequr të gjithë bulonët një nga një. Pasi i kemi liruar të gjithë bulonat, e kthejmë në anën e kundërt dhe e shkundim në mënyrë që bulonat të bien. Para se ta heqim kapakun, e nxjerrim CD-ROM-in në këtë mënyrë. Ky është një DVD-ROM dhe CD rewriter. Pas kësaj e heqim kapakun me kujdes. Tani marrim diskun e ri SSD, të cilin do ta vendosim në vend të diskut të tanishëm hard disk drive. Ky disk është me kapacitet 250 GB, ku shihet edhe në këtë shënim. Këtë disk do ta instalojmë tani në vend të diskut hard disk drive dhe do ta përdorim si disk të sistemit. Ky këtu është disku aktual, të cilin do ta heqim nga këtu për ta zëvendësuar me diskun e ri SSD. Heqja e tij është mjaft e lehtë, vetëm e kapim dhe e tërheqim. Këtu shihet lloji dhe kapaciteti i tij, të cilin më vonë do ta instalojmë si disk të dytë apo sekondar për rujtje të shënimeve, ndërsa diskun e ri, siç tham, do ta përdorim si disk të sistemit operativ. Ne më vonë gjatë instalimit do ta heqim këtë bulon për ta hequr mbulesën apo kapakun e këtij disku. Tani për instalimin e diskut SSD, në vend të një disku hard disk drive, na nevojitet një konverter i cili e përshtat sinjalin nga një lloj porti në një lloj tjetër. Pra kemi dy lloje të ndryshme portash. Fillimisht e vendosim diskun tonë të ri në konvertor, në këtë mënyrë. Edhe heqja e diskut nga konvertori është shumë e lehtë.
Për të kuptuar më mirë domosdoshmërinë e përdorimit të konvertorit në këtë rast, ne I krahasojmë portet e të dyja pajisjeve nga afër. Ato duhet të jenë të njëjta. Po heqim kapakun e hard disk drive-it të vjetër. Pas kësaj e fusim konvertorin në të cilën e kemi solid state drive në portën adekuate të diskut, aty ku deri më tani ishte disku I vjetër hard disk drive. Instalimi nuk është I lehtë, prandaj duhet të kihet kujdes gjatë instalimit të tij. Më në fund diskun e ri SSD e instaluam në vend të atij të mëhershmit. E provojmë qëndrueshmërinë, duket se është mjaft I qëndrueshëm. Më në fund pas instalimit të diskut mund ta mbyllim kapakun në laptopit tonë. E instalojmë edhe baterinë në vendin e vet. Tani e ndezim laptopin ton dhe shohim nëse instalimi e diskut SSD ka qenë I suksesshëm. Nëse nuk kemi pasur sukses, kompjuteri ynë nuk do të startoj dhe do të shohim ndonjë mesazh gabimi. Ne në rastin ton paraprakisht e kemi instaluar Windows 10 në diskun SSD që sapo e instaluam, kështu që përse shohim Windowsin duke u startuar. Tani shohim se Windowsi startoi, kjo na kupton që diskun e kemi instaluar me sukses. E shkruajmë fjalë kalimin. Më në fund shohim desktopin në Windowsit e ri, ku kemi vetëm dy ikona. Tani hapim kontenerin This PC, ku mund të shohim dy disë logjike. Hapim dritarin Computer Management dhe zgjedhim listën Device Manager. Tani në pjesën e gjatë të dritarit së hapur e hapim listën Disk Drives dhe shohim diskun e ri të cilën sapo instaluam. Të njëjtat informata mund t'i gjejmë edhe nëse klikojmë mbi Disk Management, ku shohim se kemi të instaluar vetëm një disk, kurse në të djathtë na paraqiten particionet e këtij disku. Tani mbyllim të gjitha dritarët dhe e fikim laptopin ton në mënyrë që ta instalojmë diskun e dytë, I cili deri më tani ka qenë disku I sistemit, pra disku primar I këtij laptopi, kurse tani tuti ai do të jetë disku sekondar dhe do të përdoret për rujtje të shënimeve. Ne për këtë qëllim e marrim një CD-ROM caddy që për nga dukja dhe dimensionet duhet të jetë I njëjtë me DVD-ROM-in ton, e njëjtë është edhe për nga dukja nëse shihet përballë. Këtë plastikën e heqim sepse nuk na nevojitet. Fillimisht e instalojmë diskun ton në caddy në këtë mënyrë. Pas kësaj provojmë ta futim atë në laptop. Shohim se nuk futet, pasi është duke penguar diçka.
e fusim DVD-ROM-in dhe shohim se sa me lehtësi futet. Kështu me lehtësi duhet të futet edhe disku. E nxjerrim DVD-ROM-in dhe provojmë përsëri ta instalojmë diskun. Tani gjejmë se çka është duke penguar instalimin e tij. Duhet ta heqim këtë. Më në fund e kemi instaluar diskun tonë në vend të DVD-ROM-it, i cili hiqet me lehtësi në këtë mënyrë, dhe po ashtu me lehtësi instalohet në vendin e DVD-s. Më në fund e kemi instaluar 2 diske në laptopin tonë, mirë po kemi mbet pa DVD-RAM, të cilin sa herë na nevojitet ne mund ta fusim në vend të diskut sekondar, pra heqim diskun dhe e fusim DVD-ROM-in. Tani shohim particionet e diskeve të instaluar në këtë laptop. I kemi nga 2 particione në secilin disk, plus një particion të cilin e ka krijuar sistemi të emërtuar OS. Tani shkojmë në Computer Management, klikojmë në Device Manager. Dhe në Disk Drive shohim të 2 disket, diskun e ri Samsung SSD dhe diskun e vjetër. Po ashtu nëse shkojmë tek Disk Management, nën Storage na paraqiten disket me të gjitha particionet e tyre. Këto janë particionet e diskut e ri SSD, i cili është me kapacitet 250 GB, ndërsa këto dyja janë të diskut e mëparshëm 500 GB. I mbyllim dritarët e hapura dhe e fikim laptopin. Tani vendi ku ishte hard disk drive ka mbetur i hapur. Kjo për shkak se ne nuk e kemi pasur konvertorin adekuat për laptopin tonë. Konvertori do të duhej të ishte i këtij lloji. Ne në rastin tonë jemi detyruar të improvizojmë duke përdorur nxitës dhe copa letre, pasi nuk e kemi pasur konvertorin adekuat për llojin e laptopit tonë. Dhe në fund është dukur kështu. Duke shpresuar se kjo video ka qenë e vlefshme për ju lutem të regjistroheni në kanalin tonë në YouTube nëse nuk jeni regjistruar akoma dhe të pëlqeni këtë video nëse ju ka pëlqyer, apo të mos e pëlqeni nëse nuk ju ka pëlqyer dhe të komentoni nëse keni ndonjë koment. Po ashtu, ju ftoj të pëlqeni faqen tonë në Facebook nëse akoma nuk e keni bërë, ku përveç video trajnimeve mund të gjeni edhe informata të tjera interesante. Dhe në fund ndajeni këtë me familjen dhe miqt. Deri në postimin e ardhshëm, ju uroj gjithë të mirat.